Dikur, para erëson, u shfaq një figurë shumë enigmatike. Emri i tij ishte Pitagora. Ai lindi në një epokë që nuk duhej të ekzistonte, u shfaq aty sikur të ishte mbjell. Gjeometria dhe matematika e tij super ndërlikuar akoma sot bën me dhimbje koke dhe mendjet më të ndritura të rruzullit. Ato dije ishin themeli i njohurive të njerëzimit. Pikërisht për këtë Pitagora mbahet një nga personazhet më mistik të gjitha kohërave. Kush ishte? Nga vinte? E mbi të gjitha ku i gjeti ai gjithë këto njohuri madhështore? Enigma, dimensioni i dijes. Rreth viteve 600 para lindjes së Krishtit jetoi një njeri me të vërtetë i jashtëzakonshëm. Emri i tij ishte Pitagora. Një figurë emblematike, mistike e mbi të gjitha jashtëkohe, sepse akoma sot shkenca bazohet tek mësimet e këtij emri që jetoi rreth 2500 vite më parë. Dhe ne na duket shumë absurde. Kush ishte ai? Nga i mori këto dije dhe nga vinte Pitagora? Cila ishte origjina e tij? Ishte ai që vërtetoi ekzistencën mistike të universit, duke e realizuar këtë përmes harmonisë së përsosur së veprimit hyjnor të numrave. Pitagora konsiderohet themeluesi i njohurisë mbi analizën e veprimit të numrave në natyrë. Njëkohësisht mbetet mistiku, okultisti, matematikani dhe filozofi më i madh i të gjitha kohërave. Shumë mësime të Pitagorës akoma sot konsiderohen si fshehtësi e madhe. Madje praktikat okulte numerike burojnë nga ai. Ai ka patur ndikim edhe tek shumë mendimtar të famshëm të asaj kohe, veçanërisht te Platoni dhe Aristoteli. Po ashtu, mësimet e tij kanë luajtur një rol të rëndësishëm në ndërtimin e mendimit të ri filozofik. Pra mund të themi se baza e njohurive pitagoriane mbështetet në faktin e pamohueshëm se fshehtësia e të kuptuarit në thelb universin qëndron në harmoninë e përsosur të magjisë së numrave, që janë në raport të përhershëm me formën. Sipas Pitagorës, 4 elementët kyç, ajri, zjarri, uji dhe toka formojnë katërkëndshin magjik, që ndryshe ai e quajti tetratix. Ndaj dhe pitagorianët i thurën një këngë si lutje tetratixit. Na beko o numër hyjnor, ti që i ke krijuar zotat dhe njerëzit, o i shenjti i tetratix, ti që zgjidh sistemin e çdo gjëje, ti që je burim dhe streh, ti që je shkëndijë e jetës, na bëj që ti njohim fshehtësinë e gjithësisë. Pra mund të themi se Pitagora zgjoi mendjet e njerëzimit, duke i dhënë jetë diturisë dhe zhvillimit tonë. Pitagora ka qenë shumë i shuar në numerologji dhe dihet që, siç e thash, baza e gjeometrisë është Pitagora, por Pitagora ishte edhe një numerolog dhe astrolog shumë i fortë, pra ai ishte një okultist shumë i fortë. Këto janë dije të trashëguara, të pashpjeguara dhe quhen niveli 3 i mendimit. Biles në shkollën e Pitagorës respektoi shumë heshtja. Dhe Pitagora nuk ka shkruar. Do i gjithë mendimi është transmetuar me gojë, sepse është mendimi okult, mendimi i thellë, mendimi i fshehtë, le të themi. Dhe kanë qenë studentët e tij, domethënë që kanë shkruar librat e mund të kenë vënë. Mbas Aglau Femit mendohet që ka qenë Pitagora, njeriu që ka ruajtur misteret e mëdha të dijeve, të lashtësisë. Është shumë e qartë që Pitagora ka ndodhur pranë kryeprindërve të Egjiptit gati 22 vjet. Ka shkuar në Mesopotami. Disa thonë që ka shkuar dhe në Kin, ka rënë në Koran këtë lloj tradite të jashtëzakonshme, këtë lloj tradite mistike. Pastaj ky e strukturoi, duke ndërtuar akademinë, të cilën edhe më vonë ndërtoi Platoni, le të themi, por duke ndërtuar këtë shkollë të mendimit ku vendosi kolona themelore ishte shifra, ky njihet. Mendohet që ka ruajtur rreth 100 vjet dhe thonë që deri në moshën 100 vjeçare ka pasur një trup shumë të bukur, pas një rrudh. I initiconte studentët e vetë, thuhet që 3 vjet të para i mësonte të meditonin për orë të tëra, të mos komunikonin me njëri tjetrin duke ndodhur në distanca të afërta, sepse mendohet që ndërgjegja e pafundme ndodhet në zbrastësi dhe gjithçka është vibrim. Ka një teori ku thuhet që Pitagora është me origjinë pellazge dhe nuk ka lidhje fare me origjinën e tij të tanishme. Këto dilema kanë dalë kohët e fundit dhe biles kanë bërë dhe transformime qoftë edhe në Wikipedia, po qoftë edhe në përstudimet shkollore. Këtë ka bërë Instituti i Kërkimeve Studimore Italiane Treçani. Mundet që
me të vërtet, duke filluar nga Pitagora, tjerë këta që thuaj që mund të ishin me origjinë pelazgo-ilire? Pelazgët, le të themi. Ai ka lidhur në to treva, kjo nuk diskutohet. Dhe thonë që në fjalë edhe emri i tij që vjen nga Pitia, që kanë qenë profetesha e Delfit. Thonë që ajo, si më thënë, i ka dhënë nunëzimin e emrit të Pitagorës. Disa thonë që ai është pushtuesi i sheshit, me diskutimet e tija. Dhe gjatë si janë mbyllur tashni në Muktira, atje nuk janë dokumentat, nuk janë bajtur shënim siç bëhen sot, në çdo minutë, veprimet të një njeriu të rëndësishëm, por nuk di të them, nuk di, por dje që shkolla e tij, kjo është më e rëndësishme, shkolla e tij që është ndërtuar në Manja Greqa, në Itali, në jug të Italisë, dhe shkolla e tij e madhe që ai ka bërë, vendosja personazh kryesor të numrit, bilës thonë që Pitagora dëgjonte edhe muzikën e sferave. Dikur të kur ishim vej, ne kemi dëgjuar këto nga tubi shumë i çuditshme, që ishte, si më thënë, një gjë që i kishte shpëtuar në atë kohë censurës, se flasësh të dëgjosh muzikën e sferave, ty në një zonë tjetër, do që nuk ka të bëjë me shkencë, le të themi, sot janë vërtetuar të gjitha. Nga i mori ai këto dije? Këto dije mendohet që Pitagora i ka marrë nga ai ka jetuar në zonat ku kanë jetuar për herë të parë njerëzit që mendohet që kanë ardhur pra nga ena ata që sunduan Sumerët dhe ngritën qytetërimet e para moderne mbas përmbylljes së madhe, pra ata që janë me gjak blu që po të them. Dhe ai ka jetuar, ata ngritën dhe ato figuratët nëpërmjet të cilave mendoheshe që ishin si në formë piramidash me shkallë, me 6 kate, dhe mendoheshe që nëpërmjet tyre komunikoheshe me jashtëtokësorët kur zbrisnin. Aty rinin në majtë të zigurateve në disa ambiente luksoze për kohën, rinin disa prifteresha piti, madje mendohet që shpesher kur zbrisnin jashtëtokësorët, shpesher kishin dhe raporte seksuale me këto prifteresha dhe shpesher këta mund t'jenë dhe ata që kanë furnizuar me gjakun blu, domethënë vazhdimisht Sumerin e vjetë. Pitagora këto dije i ka marrë nga Sumerët, nga njerëzit që sollën për herë të parë bujqësinë pas përmbylljes së madhe. Në librin La Via degli Immortali, rruga të pavdekshme, Shamana Devana, emri së cilës është Aleksandra Dejlia, në faqen 77 shkruan: 13 shkronjat që formojnë alfabetin e parë irlandez janë 13 shkronjat e para të alfabetit pelazg. Madje është i njëjti alfabet që përdorin edhe britanët, shkruhet në libër, i quajtur arbore. Tek Iliada, pelazgët krahësohen me hyjnor sepse ishin ata që i mbijetuan përmbytjes së madhe universale dhe që bën të mbijetojë gjuha, dhe Pitagora ishte pelazg, shkruan Devana. Një tjetër studiuese, Cinzia Citarella, detajon me përpikmëri se pelazgët ishin përhapur deri në Azinë qendrore e në Kazakistan. Për vërtetësinë e këtyre hipotezave, mjaft të përmendim fiset pelazgo-ilire që flasin akoma sot gjuhën tonë në ato vende. Giovanni Sole është një profesor i historisë dhe traditave kombëtare të popujve të botës. Ai është nga Kalabria. Jo vetëm puna, por edhe pasioni i tij për antropologjinë e shtyu atë të shkruajë mbi 13 libra. Një nga ta është edhe Il tabù delle fave, Pitagora e la ricerca del limite. Pitagora dhe limitet e kërkimeve, publikuar në vitin 2004. Në faqen 81, ai shkruan se qoftë Pitagora, Demetra apo Hera ishin pre-helenike dhe të gjithë këta quheshin pelazg. Sidoqoftë, nëse na falin gjuhën apo diturinë, nëse jemi rrënjë tyre apo jo, edhe ne na takon të themi fjalën tonë. E kështu, mund të themi se Pitagora është një pjesë e jona, një figurë e pemës sonë, lisi të ardhë, një qelizë e trupit tonë dhe gjak i ADN-së së kombit pelazgo-ilir.